Një vit nga shpallja e ankandit për shitjen e 3 blloqeve të lira të naftës, qeveria ndodhet sërish në pikën zero. Asnjë investitor nuk ka shfaqur interes për blerjen, duke bërë që ministria të rinxjerrë për shitje sërish këto blloqe, përkatësisht bllokun Panaja, bllokun 5 dhe C. Kjo mungesë interesi nga ana e kompanive nuk përbën një surprizë në kushtet kur situata me çmimin e naftës në tregjet globale ka bërë që investimi për blerjet e blloqeve të reja të kërkimit të jetë minimal ose i lënë mënjan tërësisht. Të pyetur për këtë çështje, burime nga Ministria e Energjetikës bëjnë të ditur për News 24 se ky urdhër për vendosjen e një afati të ri ka ardhur pasi po tentohet që të rishen kompani që janë serioze. Në bazë të urdhrit që mban datën 3 gusht 2016, të publikuar në faqen zyrtare të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, afati për kompanitë që duan të dorëzojnë dosjet e tyre të interesit është lënë data 30 tetor 2016. Shell dhe Navitas ishin dy kompani që vetëm një vit më parë shfaqën interes për bllokun 4 dhe Dumren.